ka njerëz jashtë që mund ta kish kuptojnë, ti që jeton me mua, s'të lejo ta thush këtë. Tash ti ke parë ndonjë provokim nga ana ime kundrejt Mirit që mund të çojë të mendosh një gjë më shumë? Jo. Tash po nga ana e Mirit kundrejt Mirit, jo, ama ç'si seni. Po i soj, po të repeat. Tash dëgjoj, është një problem tjetër, si puna e Brikenës. Brekena tha ç'a tha për ditë. Atë Brikenës ma thë se këtë të malit nuk e kam shumë. Ato që të thash të kërvatë sot mëngjes. Ata thash unë sot të kërvatë. Ti s'ke folë me Ti mua. Miri u futi e mërzitur dhe thash, erdhi Brekena atje dhe më tha. Dhe mbasi dolën. Aty ku isha unë në atë gjendjen, po. Dhe mbasi dolën nga aty këto pa hante Iliri, Sena, Brekena drejt në vete, aty lart ku hajmë neve darkën mbas Te lozha. Bravo. Gëzuar, një moment shkova për Ilirin, se qa e pyta, kupton? Hajde tha Brekena u luha diçka edhe kapa një gjë të picku. Tha mu tha, qa me... Ha, si e, të shumë mirë. Tha ma qa po mendon për nominimin? Thash, qa po thu? Unë tha po thënë tha që mendoj tha që Sena tha është pak i rrezikum, dhe tha kështu nën zës ato ishin përballë. Tha se për shembull ja tha ti ka këtë situatën me Mirin. Që e kem favor me demek, ha? Apo çfarë do të thonë? Situata me Mirin, pra kjo që u bën në Prag. Po pra ti ke situata? Çfarë situata? I the ti. Dhe njerëzit janë kurioz, sa e plotsoj, dhe njerëzit janë kurioz me pa çfarë do ndodhi me ju të dy. Do me thënë, ti je në favor se do shohin se si do shkoj marrëdhënia juaj. Kjo është një situatë. E dëgjova. Qa ti thoja? Asu ti, qa ti thoja? Nuk e di, asë gjë. Edhe filloj trurin, duke mendu, se me vërtet, tani po të flasë me vërtet si me të pas vlla. A mund të bëj kjo zhurmë? Okej, mund të bëj zhurmë, por nuk është zhurmë që mua më pëlqen. Se nuk ka dil jashtë dhe pyet. Nëse janë për fën njerë për kështu muhabete, se më vjen dhe me qesh, më vjen dhe turp. Kupton? Edhe u futa, duhet gatu u futa mendime thashore me vërtet. A kam bërë me vërtet pa dashje, pa e kuptuar ndonjë veprim të pa kontrolluar ose ti kem dhënë shkas. X-it apo Y-it mendoj këtë gjë dhe filloi truri ku shkoj, kupton? Edhe në gjëra që s'dua ta mundoj veten time se Po, a mendon që këtë gjën ta bëjnë Kastilin për të futur në këtë tërësni? Mari tha unë ta them me sinqeritet. 15 herë, mu, njëtë gjë. Po të njëtë gjë. Edhe Lorea tha ka ardhur 4 herë tha ma ka bërë muhabetin tat. A ka një muhabet tjetër që ta di? Se i thash, Mari thash Mari sa njeh çfarë mendon dhe son nuk e kam menduar? Ose unë kam dy ndodhi sa bukur që ndodhi. Se tjetë ashtu, jo, e di se tjetë ashtu, e shumë kësha ardhur te ju që jeni çuna të ri single, e kisha bërë një veprim, dhe ju kisha ngacmuar, ju kisha fut lojën time, e di që kisha punu Malit. Mali, fusha, kodra. Mali është peshk. Mali bashkë me shokët e vetë. Komplet peshk. Po të doja unë të bëja një lojë të tillë, por nuk e bëj. Po pse je përgjigje? Duhet t'i japësh patjetër? Sepse e më pyeti, a mund të flasim? Ishte dashme i thënë pse jo. je përgjigje? Po se si isha, disa larg isha. Prandaj fillova duhet gatuar, se isha shumë larg me mendime. Nuk po them unë bëj kështu si them unë. Jo, më jo, e kuptoj çfarë. A ka edhe një opsion për shkakun që jo mos japësh përgjigje që nuk po iki se kam punë. Jo ti shmangesh. Ti japësh përgjigje duke mos i dhënë përgjigje. E kupton çfarë po them? Po, e kuptoj.